أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين صدق رسول الله فيما قال وبعد. Hamdi, falënderimi, adhurimi takon Allahu Gjelle Gjelalu wa Gjelle Sha'nuhu, salavatet, selamet, përshëndetjet, qofshin mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjen, shokët e tij dhe gjithë besimtarët e besimtarët që kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, fillimisht ju përshëndes me selam aleikum, paqja, mirësitë Allahu Gjelle Shanuhu qofshin mbi ju. Fillimisht shfrytëzoj nga rasti të bëj për hajër muajin e begat të Ramazanit, duke e lutur Allahun Gjelle Shanuhu të jetë i kënaqur me ibadetet tona në tërësi dhe me agjërimin në veçanti. Hadithin që e ceka në hyrje të kësaj ligjërate është hadith të cilin e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, në cilin i dërguari Allahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka thënë: agjërimi është mburoj. Agjërimi është mburoj nëse dikush të ofendon, të nënshmon, thot mos ja kthej me të njëjtën, por thuaj diher unë jam agjërueshëm. Hadithin shikin parë, nëse e marrim me të përkthimin e tij është shumë i qartë, do të thonë se ka si ibadet ka për qëllim të na mbrojë neve nga shumë veti, nga shumë cilësi negative, me qëllim të vetëm që ta na pastrojë neve nga mëkatet, nga gjunahet, dhe që qëllimi i tij i agjërimit pra të jetë në fund që çdo musliman dhe muslimane që agjeron të pastrohet nga gjunahet. Hadithin në fjalë, nëse e marrim dhe ta komentojmë, mund të nxjerrim disa konkluza, disa urtësi apo mesazhet nga ky hadith janë të shumta, e unë në këtë kohë të shkurtë që e kam do të mundohem vetëm disa pika të shkurta se çka mund të nxjerrim nga hadithi të cilin e përmendëm në fillim. Agjërimi është mburoj, thot Muhamedi alayhis salam, mos ofendoni, mos përgojoni, mos u sillni me ignorancë, me gjahiliet, për arsye se qëllimi i tij është që çdo musliman, ashtu si tha dhe Allahu Gjelle Shanuhu në Kur'an, ajetin që e cekëm në fillim, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Qëllimi i agjërimit është që ne të arrijmë devotshmërinë. Mesazhet nga ky hadith që mund të nxirren apo urtësitë e tij janë: si e para, thotë për të arritur deri te Zoti i gjithësisë, për të afruar te Allahu Gjelle Shanuhu përmes agjërimit, puna e parë që duhet ta bëjë besimtari të ruaj gjuhën e tij. Fala yarfuth wala yajhal. Mos përgojo, mos thuaj fjalë të këqija, mos u sill me ignorancë, për arsye se prishet dhe humbet shpërblimi i agjërimit. Nëse lexojmë, kthehemi në histori dhe lexojmë në gjatë periudhave të ndryshme kohore, shohim se ka pasur mbret, ka pasur udhëheqës tiranë zullumqtar, cilët kanë detyruar, kanë obliguar shumë njerëz të adhurojnë idhuj, të bëjnë sejdë atyre kështu me radhë, por asnjëherë nuk mund të gjejmë se ka pas filan mbret apo filan udhëheqës tiranë zullumqtar që ka dikën me dhunë apo me imponim të agjëroj për dikën. Pra agjërimi është ibadet që bëhet vetëm për Zotin
Dhe për këtë arsye Allahu xhaleshanu një ditë kutsi ka thënë es-siyamu li wa ana ajzi bihi, agjërimi është për mua dhe për të shpërblej vetëm se unë. Më thonë, pika e parë, mesazhi i parë që nxirret nga ky hadith është se njeriu besimtar ose besimtarja asnjëherë nuk mund të arrijë të në afërsi të Allahu xhaleshanu edhe nëse agjeron përse përdor fjalë të ndita. Mesazhi i dytë që mund të nxjerrim nga ky hadith është se nuk duhet besimtare apo besimtarja të mirret gjatë këtij muaji, të begat të mirret me atë se sa ditë ka agjëru edhe sa ditë na kanë mbet, apo fatkeqësisht themi edhe ka raste të tilla kur besimtarët me vetdije apo me pa vetdije bëjnë gabime të tilla sa që thonë shkoj i bekumi, të pas parasysh në lloj hajgare me ibadete, në këtë rast me agjerim, nuk bëhet për arsye se është një prej mëkateve të mëdha. Nuk është qëllimi se sa ditë kam agjëru, apo edhe sa ditë na kanë mbet. Qëllimi thotë i agjërimit është ta pjesim shpeshherë në vetëm, ta bëjmë llogari vetëm sa ditë nga ky agjërim që kam agjëru më janë bë kabull, më janë pranu, sa ditë të agjërimit që i kam bëune janë bë sebeb apo shkaktar që të mund të janë pastru gjunahet, apo sa ditë të agjërimit që i kam agjëru, që kanë kalu, janë bë shkaktar apo sebeb që mu dhe gjithë neve muslimanëve të na ngriten gradat në xhenet. Edhe vetë Muhamedi alayhis salam kur ka bë kur i kemi në 3 muajt, pra në muajin Recep edhe në Shaban, doja e pejgamberit alayhis salam më shumë që e ka bë, ka qenë kjo: Allahumme bellighna Ramadan o barik lana fihi. O Zot, na mundso të arrim Ramazanin dhe na beko në të. Pra nuk la vetëm me kaq, o Allah, na mundso të arrim Ramazanin. Pjesa tjetër, dhe na beko në të. Pra qëllimi i agjerimit i Ramazanit nuk është vetëm të arrim, po qëllimi i tij është se çka na në realitet do të veprojmë, apo çka veprojmë dhe sa jemi të vëmendshëm, sa jemi të kujdesshëm që të mbrohemi nga gjunahet. Pika e tretë thotë, i mençur është ai i cili del nga agjerimi i falur, jo vetëm i uritur. Një prej urtësive të agjerimit, një prej mesazheve nga ky hadith, një prej shumë nimeteve që ka sjell agjerimi, thotë është se agjerimi të pastron shpirtnisht. Nuk është qëllimi i agjerimit vetëm mos të ham apo mos të pim. Në një hadith të cilën e regjistron Ibn Majah, thot Muhamedi alayhis salam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Kjo është fatkeqësi dhe është për të ardhur keq. Thot ka shumë agjërues të tillë të cilët nga agjerimi i tyre nuk kanë diçka tjetër përveç se uris apo etjes. Pra nuk është Zoti gjithësisht i nevojshëm që ne të agjerojmë vetëm përmes hajës, pra mos të hapim dhe mos të pim. Agjerimi më i lartë është agjerimi i gjuhës, pra të kujdes njeriu gjatë agjerimit se çka flet, çka vepron dhe si sillet. Pika tjetër me radhët është se agjerimi, realitet Ramazani është muaj aq i begat sa që nuk garanton mundësi se mund të përsëritet prap. Pra e kemi arrit elhamdulillah agjerimin muajin e Ramazanit, agjerojmë ashtu siç tha dhe pejgamberi alayhis salam, bellighna Ramadan o barik lana fihi. Na mundso të arrim Ramazanin, ja elhamdulillah e kemi arrit, por se thot nuk garanton askush se mund të arrish edhe Ramazanin tjetër. Për këtë arsye shfrytëzoj në maksimum, transmetohet një thënie nga të parët tanë se kanë thënë në realitet në për libra shkruan se është thënia Ibn Xhauzit, megjithatë nuk është me rëndësi se kush e tha, por me rëndësi është thënia që kanë thënë kështu. Wadda ahlul qubur law annahum ruddu fi dunya wa samu yawman min Ramadan. Thotë dëshira e shumë banorëve të varrezave është sa që ata të kthehen në dynja dhe të agjerojnë vetëm një ditë nga muaji i Ramazanit. Do jo komplet Ramazanin, po dëshira e tyre është të kthehen në dynja, të agjerojnë vetëm një ditë nga Ramazani. Ja në atë mundësi e kemi,
ashtu siç thuhet se e kanë pyetur edhe Hasan al-Basri radiallahu ta'ala anhu, o imam, nëse i vdekurit do të ktheheshte në dunjë, a thu do të vepronte punë të mira dhe të largoheshte nga gjunahet? Ai tha kështu: i vdekuri nuk ka mundësi, por ja që ti je gjallë, ti veproje, ti bëje. Dhe e fundit të thotë qëllimi i agjerimit nuk është vetëm lodhja e trupit, por se qëllimi i agjerimit, qëllimi i Ramazanit në tërësi është që ta ushqesh zemrën, ta ushqesh shpirtin, ta ushqesh trunin, saqë Allahu xhaleshanhu në realitet përmes pejgamberit alayhis salam na bërë sunet namazin e taravis. Unë sinqerisht nuk e kam qartë dhe nuk e kuptoj se si mundet një besimtar, një musliman pas iftarit mos të falë namazin e taravis. Nuk e kuptoj ku është lezeti, ku është kënaqësia një besimtari i cili nuk e fal namazin e taravis, ku e dim se pejgamberi alayhis salam ka thënë, është hadith që transmeton Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, thotë kështu: men qame Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush e madhron, kush e përjeton, kush e madhron natën e Ramazanit, ka qëllim me namazin e taravis, me sinqeritet, me devotshmëri, me ikhlas, thotë i falen gjunahet e më parshme. Pra, namazi taravis nëse e hulumtojmë dhe lexojmë nga aspekti shkencor, nga aspekti fetar, kemi të qartë. Është namaz përmes të cilit fitojmë sevape dhe afrohemi shumë afër Allahu xhaleshanu, ndërsa nëse e shohim nga aspekti shkencor, psikologjik, e shohim se namazi taravis apo në tërësi ibadeti është në realitet ibadet i cili është antistres. Kemi parasysh sot faktin se shumica e rinisë son vuajnë nga stresi, nga depresioni, kështu me radhë, e ilaçi në muajin e Ramazanit apo shërimi është pikërisht namazi taravis, edhe si këshill të fundit e kisha pas për rinin në xhamatin në tërësi, në përgjithësi, mos e leni pa fal namazin e taravis. Është një hadith tjetër cilën pejgamberi islam thotë, ai që falet me imamin deri në fund i konsiderohet sikur ka falë namaz natë tër natën. Edhe njëherë për fund u bëj parar muajin e begat të Ramazanit, lutem Allahun xhaleshanu edhe këtë ditë që e kemi agjëruar, Allah të na e bëj kabul. Mesazhi i fundit nga ky hadith që e shpjegom në pika shkurta është, thotë nuk është i humbur ai që nuk e arrin Ramazanin, por se i humbur është ai që e arrin Ramazanin dhe nuk punon mirë në të. Më i humbur është ai që e arrin Ramazanin dhe nuk ka përfituar prej tij, edhe më i humbur është ai që ka arrit Ramazanin, pra është gjallë, agjeron, por se nga agjerimi i tij nuk ka dobi përveç se uris edhe eqjes. Edhe njerë ju faleminderit për dëgjimin, Allah ju shpërbleft, Allah ju nderoft, me ibadete të pranuara, me agjerim të pranuar, Allah ju ruajt familjarisht. Wassalamu alaikum.